ta shik të sfilaton këtë orë vape, do bëjmë se sa lanë mas dite. Edhe ki pishina, kemi drejt futemi atje në ujë pastaj? Jo, se besoj. Po ta shik bë sfilat, shif me sy e plas me zemër, të pak në të futën freskojmë, se vdiqja. Qa na boni dhe ky zjarri. Do vish të këtu ke dushi. Do e pys atë, se kush e di lejohet, pjesë e sfilatës. Dhe vishesh me roba banje që t'lahesh në dush. Po hapem i qik zemrën, hapem, mle të shkoj të futën. Ja, për këse këtu që i ka një qikë qëra. Jo, tamam. Shoh pak mbathjet. Plasën vape na mbyllën deri pengjere këto. Jo, i thash unë, si s'ka të bëj me ne të dy, thash jemi ne të dy. Jo, dhe s'ka të bëj me ne të dy. E si përfundim, unë nuk e lash të më afrohet. Më futi qa me ky mu. Po ti më e kupton. Qa do t'i tha të krefe egon, tha,
që të hapësh krahët, e më bërë shumë përshtypje kjo. Tashi, gjymtyrët i zëvendësova. Edhe, u mendova. E shikoja, ishte me zemër të mirë, më buzëqeshte, më bënte. Ora e thash, momenti psikologjik, ke njeriu nuk duhet që të caktoj gjithçka, duhet të caktoj shpirti. Se unë e kam pas që s'kishte asnjëherë moment psikologjik, e runte veten si shqarthi, pa e që më ngonte ishte shpirti. Kështu që hajtë thash më mirë po duroj, po marri qik shpirt, se sa të ripa shpirt edhe jam rregull. Po kjo është pra mos me u knaq me pak, kur ke mundësi me u knaq, me pas në dorën tënde një botë shumë më të madhe që e meriton dhe të Po të dy shumë mendojmë, edhe ai kështu mendon që si përkas, po s'po gjejmë gjë. Po ja, atë iden shumë mirë e ke për shembull, Qa? që më thënë vesh. Qyqa, po ti se di, ajo ideja është fantastike nga pikpamja Teorike pra, kulturore, intelektuale, po them edhe unë. Po ti s'di gjo fare se si për i pik në bishtin e lugos ose për i gjo bëhet nami. Po, kuptoj. Unë kam djek gjithmonë këto çudirat, jem vete. Se ky ka këte, po ka dhe tjetrën, ka ndryshimin, kurse ate kishe pa ndryshore fare. Ishte nda kultura në vete dhe çudia tjetër në vete. Njerëzit plot me Zbita mam, zbi asnjëherë. Fshehta janë. I zbulon vetëm kur bashkëjeton. Zbita mama si gjë. Asimetria thonë bën lëvizje. Edhe me u knaq me pak kur ti meriton shumë më shumë. Unë kam bërë vetë gabime, kupton, edhe kam bërë kompromise për rrethanave, kam qenë detyruar që të bëj kompromise me këtë gjë, duke ul standardin tim, duke ul vlerat e mia, duke ju bërë njerëzve që nuk më meritojnë, edhe duke u kënaqur me shumë pak. Unë për vete nuk besoj që ka njeri që mund të përshtatet. Nuk është puna e përshtatja, puna është që duhet me gjetë njeriu në dur që ke kimi edhe intelektuale, fizike, shpirtërore. Po bravo, burrat duan që të kesh shumë kështu, si thoni, lloj digniteti, kurse unë kam qejf çdo kohë të jem ajër. Dignitet, se s'pas ke dignitetin ti. Po kam, dignitetin e kam shumë të madh. Unë e kam shumë të madh dignitetin, po nuk mund të rri kështu siç bëjnë gratë, kupton? Janë shumë serioze gratë që marrin ato lloj burra që kanë fat. Po ato burra janë, tash ti gjithë për ty. E gjeta, nuk e luj dot gruan gjithkohon me, kupton? Jam dhe fëmijë, jam ato po them, po duhet gjesh ti kë që duhet të dalësh në ambiente ku ti, sepse ti nuk mund të presësh ti ta gjesh Facebook një njeri edhe mund ta gjesh, po duhet me dal me taku njeriu për së gjalli dhe duhet shkosh në ambiente ku ti mund të ndeshësh me këto lloj njerëzish. Se di unë s'dal fare nga kjo. E ti s'del pra, prandaj je komplet e izoluar. Nuk dal, kështu dukem sikur çka kam bëhe, çka kam, nuk dal. Duhet shkosh në për evente, në për po. Jo, s'fare, si ke. Li që herë sa frot kurse, din që jam Moza Ahmeti, e qujnë gjithçka e pakapshme. Edhe mos u afroni, ju lutem shumë, mos u afroni. Jam rahat kështu siç jam. Me dashuri imagjinare. Po, ashtu jam, gjithë jetën si nëndër. Edhe unë ashtu gjithë jetën. Me dashuri imagjinare. Të betohen po tundet baraka nga ky avioni. Më tundet koka, për Zotin. Ka ardhur për mua, Moza, avioni im. Vetëm luft, jo, Zot. O Zot, vetëm luft. Lufta ka marru tash. Mu drodh kaptina, të kujtohet kur kaloshin avionat me shpejtësi supersonike 98-ën? Po si jo. Mu drodhën komët i herë. Ua, qa ka qenë? Se di pse e bëjshin atë shpejtësin. Qa periudhe ka qenë? Makth, kotëm kot. Thjesht me justifiku gjagjin e nverë, sa si gjos bon. Thorë se i shkreti ka luft, ka këshu, ne taleshim dhe me bunkerat. Marrë vesh unë Palestinë, blej shtëpia 2 dhoma i bunker, nuk e besova, jo, thashon, kjo është legjend. Por më thanë mu, 2 dhoma, guzhina, dhoma gjumit, bunkerit. Të meshme, jetojnë ashtu, jetojnë e quj normale. O Zot, se mos përhapet ky shembull në gjithë planet, se për Zotin nuk di ç'a të them pastaj. Sa e të meshme.
Më mirë të paktën të ndërto shtëpinë në formë bunkeri komplet edhe rri rahat. Jetu bo dashni, fillo lufta, me brejna për kohë bunker. Që bo njerëzimi, nuk e imagjinoj dot njerëzimi, është çudi e madhe. Kalon nam. As i gjo ferma për para njerëzimi. Njerëzimi mosa po shkon drejt shkatrimit, deteriorimit gjithmonë, ka qenë shumë i zhvilluar më përpara. Ka pasur shumë aspekte shpirtërore, ka qenë shumë inteligjent. Po internet nuk ishte. Edhe s'kishin internet, po kishin Zotin, kishin lidhjen me universin. Ishin në tjera dimensione, se njeriu e ka universin brenda mendjes, po nuk ti ta punoj. Po shkoj për 2 orë në Paris, më duket shumë mister, arritë. Po jo mi mund të shkosh në të shkuarë, në tashme, në të ardhme, në çdo Ku të shkoj pa aeroplan mi, me aeroplanin e trurit? Shko me mendje mi, po, me syrin e tretë. Jo, mi se kam qef të shkoj në herë kështu tamam, se kënaqja. Me syrin e tretë. 2 kam unë. E këti, s'pas këti të tretë. Tretin e kanë ato që drejtojnë botën. Ti gjeniu babit nuk pas ka syrin e tretë? Jo, të tretin e kanë burrat ato që drejtojnë botën. Po jo, me ato se kanë fara, ato e kanë pronë, e kanë simbol, po ti e ke në të vërtet. Me zhaku, sa me moza. Të dëgjosh llafit të bukura, po puna është që ku jemi ferm këtu, jemi bashkë këtu në ferm. Po mirë prap, edhe ku janë ata të bo plane për ditë? Edhe që këtu ti e di, ke tundur male, ti ata themon. I ke tundur. Moj ka kalu në avion si puna këti që kaloj të ashi që u tundë, se gjë tjetër nuk tundet tu. Por i ur të ashi mos folko. I ke tundur, po do të sa kaloj u tundë edhe ke kujtuar. Ua, pas kalon dona eme, këtu e shkreta dona. Zjari po vazhdo, ka ma uza tymi yn, po lëshon, Tym pa zjarë duket. Po të shliron. Parad, mode në tym. Thjerëzën ton, po e zjen thjerëzën ton. Qyqa po dhe këtu prap izolim, u habita. Këtu më izolim se këtu s'ka prap të të rëmit. Po se do bëjnë aj dekor në base dhe kanë artë njerës. Parada do bëjt pishin, thanë? Po. Po nuk ke të drejt laheshë? Jo, dhe edhe me këto mos komuniko fare. Po qa, edhe po do ashu këto së të njif kanë mo? Lej se këto janë skutat gjithë mashtruse, njerës më të poshtër s'kam parë. Aman, vetëm pa mashtru sa mos në lënë Zotin, na mashtroni nga i qigra, aman, se pa gjo fare nuk kalohet. E shty me i mashtrim, shty i dit, 2 mashtrime, 2 dit. 1 javë mashtrim, o Zotin madhë qalum të rije. Ku të shkoj pa mashtru si non? E di që i bona i erë këti që ta mërzis? Futa programin Tinder në telefon. Se kjo e merë këtë telefonin tim, me folë në herë me ata të shpi, se ka të vetin, po. Edhe kemi pasi opcion që kishte kredite, na i hoqën dhe ato kreditet me jashtë ashtë, na kanë bëjgjona tjera. Po, se si shumë po flisni në gjutë huja, thonë edhe paguni. Nejse, edhe ma merë kjo shefate, qami, tha mu, tha, po qa bojon këtu, tha, ti që kemi Tinder me vete? I thash, sa erzirë është, ti u hap Tinderin. Jo, më dha mu, si ju pra po deshe, Tinder, fillon mua bejti. Ke bojon, tha, jo, i thash, e kam thjesht për ashu, për qëtësim nervash, i thash, sa erzirë, ti tak Tinderin. O, zot. Nuk më beso fare. E more prap emisionin, si ta dhanë? Po ma dhanë, se e bëj shumë bukur. Man, ke shku me shefin, më dhanë. Sa gallat. Le kur u visha e kur regulosha se emisioni doj që i këtë regullume. Qa vjen në i kostum 50.000 lekë shu zemër, me 2 vjetrat. Edhe, faleminderit ati qunit që është modelist që mi e shiste aqë. Edhe, nejse. Ku për shko? Kam emision me i thosha. Thuj që i bo gati për shefin, po qa shefi, qa shefi. Po ja, tash i këto muhabetet, a i shkojnë formatit tënd? Nuk i shkojnë. Formatit ti? Formatit tënd. Po mos kujto se është ky format, ky i bo për dëngla ato. Po dëngla, E di qa ka ndodhë me qa? Me argju energji me këshu bdalliqesh, do me thënë, është për mu. Po shkriesh mi, po të paktën kujton që je gjallë, imagjino që sot as i gjos, prek zbon, sot të paktën dhe thot i fjalë. Edhe në herë kur hiki thot. Po emisionin e kupton? Ku të kupton ty ai, po librat e tu i ka lexu? Unë kam tregu këtyne se që më Po librat e tu i ka lexu?
Qyqa, po ku lexo, ai vetëm dëgjon, nuk lexon, se nuk e le smundja, nuk ka durim. Përqendrohet. Po për dëgjuar, dëgjon gjithë ditën emisione ndërkombëtare. Edhe historinë e njerëzimit e njeh kështu me shtresa, Edhe për këto në Ballkan gjitha po s'du të shprehem se ça mendon ndonjëherë kur e pyes, ndonjëherë pastaj s'përgjigjet, më thotë kuroj ignorancën. Se është historian dhe kështu i marrëdhënieve ndërkombëtare i shkëlqyeshëm. Edhe dalët ka të forta shumë. Po, dhe ky tashi nga që 18 vjeç e nxori mamaja nga shtëpia, se nuk pranoi të merrte gjysmën e shtëpisë, u rrit, si me thonë, me kulturë rruga, edhe pse vazhdoi shkollën atë bachelorin, aq. Dhe po u rrit me këtë dhe kuptoi që kultura rrugës është një gjë shumë e fortë që konkuron realitetin, kupton? Edhe u bë partizan i kësaj, sepse në një farë mënyre ajo që e përjashtoi nga normaliteti ishte realiteti, se ama kërkonte të shkonte sipas programit vet, kupton? Edhe ai ka një lloj përbuzje për suksesin konvencional, domethënë. E qun shumë të dyshim që njerëzit kanë sukses. Edhe kjo ma bën në një farë mënyrë, ma bën dhe shumë të dashur kur e mendoj se është për të pas dyshim se si u hecën disave, ndërsa disave si u hecën fare. Është? Apo s'është? Jo, nuk është dyshim, janë gjonat e Zotit, janë karma brenda. E di, po ti shef, për shembull, ti shef që njerëz me vlerë s'kan mundësira. Duhet marrin një mësim, ose që kanë bërë shkolla, s'kan punë, ose kështu e shikon. Po kështu është pjesë e jetës edhe kjo. Po ja që është proces mësimor, mos ai njeriu mëson më shumë nga jashtë shkollës, nga shkolla mëson asnjë gjë njeriu. Ne e perceptojmë këtë si normalitet, që kjo ndodh, kupton? Kurse për atë është gjë anormale. Edhe ja kam tregu dhe këtyre i herë. Të qenit njeri nuk e mëson në shkollë, moza, edhe leksionet shpirtërore dhe gjërat shpirtërore, nuk i merr në shkollë. Po njeri mund të jesh, nuk ka një model. Nga vuajtja, nga dramat në jetë, nga mësimet që merr. Po, goxha ka kaluar dhe ky. Goxha dhe smundjen e ka shumë a shumë. Ato të pjekin, ato të bëjnë të ditur. Kur ditëm reflektosh, edhe të nxjerrësh mësim. Harrova çfarë doja të thoja, po s'ka që provojmë rrobët e banjës tash. Plisja për këtë. Pas kanë ardhur shumë helikoptera për mua sot, moza. Lore, se disa frikë gjithmonë imagjinoj sikur filloi lufta dhe ne vrapojmë as valizhe. Po jo, më duket të rënë zjarr tu afër. A thua? Në ky zjarr i ynë. Ka marri kapse nga ato që përdorin atje ke grimi për të majtë flokët, aty që është krejt si sjep zogu kur hap. As i shej me sy s'u bon këto shokët e mi, çudi e madhe, kaq shumë frikë kanë nga agaj. Po bën njeriu i lëvizje sy. Jo, s'kam frikë nga agaj. Po ç'a? Ato të kanë harru dashiri. Jo, me jo s'kan arru frikan ato, se dalin jashtë shumë, po lëviz njeri u kam frikë nga Iliri, qa agaj. A, Iliri po? Të së vëndësua me Ilirin ato, ikën ato. Po pse kanë kaq frikë të Ilirin, se unë se di? Po janë zara, mi janë zara. Po pse kanë kaq frikë Ilirin, qa, nga jashtë si duket Iliri nga jashtë? Si duket a Iliri, si... Duket që kanë dore? Po qa duket ku digjon si e shofin Ilirin këto? Se kuptoj qa i gjengi Iliri, se Iliri vetëm gjëra... Jo, se është edhe i dashur. Po jo mi jo, shiko, a i ka aspekt njerëzor shumë të mirë, po nuk e Imagjino ti Iliri dhe të ngele mund me romirin vetëm edhe me më ofendon mua, vazhdoj më ofendon mua. Me fol, nuk di. Vazhdoj më ofendon mua, kupton? Po mirë, po shaje me këto sharjet e reja që kemi kriju. Ma ato peshaj unë, a i vazhdo me të vjetrat, vazhdo me idiote, me zhab, me kështu gjëra. Ta shi si ama mo. Vazhdo me po të them sa mi tha. Jo, s'ka mundësi. Për Zotin? Mos ja thuj, ja. Për Zotin? Më shtyu, se ju afrova edhe në qikë shumë për galat, për t'i ndru mikrofonin, më shtyu, më shau, idiote. Ska mundësi, ta shia? Po mi. Po pse mi? Po mi, është i çmendur. S'është mirë, ka hynë krizë. Wow. Po se këneju mamadhia,
Ani tjetër, hallet e tjera në jashtë, pale çaka, atje burgu, gjelati, ku di gjo? Një gjo, bëj një kompliment. Unë ngela duke toleruar me për sjelljet që bëj një kompliment. E di që llafi ke këto, zemrën e ke Flori. Po ja them unë me vazhdimisht. Dhe neve kemi her pas here komunikim shumë të mirë me njëri tjetrin. Problemi është tani nuk e di çfarë ka ndodhur, është bërë shumë keq. Ishte shumë vapa aty, tha, dhe nuk ka flet dot. Jo, s'është mirë shpirtërisht ai. Po kalon një krizë. Gjunaf. Është shumë punëtor, vje gjunaf. Edhe kështu ka bëj gjitha të organizime këtu. Mu më ka shatë të lëndis që në fillim, po edhe më ka dash shumë. Shumë. Se me këto tjerët s'ke as Maradoni as i gjë, është punë dreqi, s'di qa të bosh. S'di ka t'i kap, është kupton. Romiri vetëm i herë më ka përqafu mu, kur përqafova Sarën, se kishin fitu ke Flia. Edhe imagjino. Gjithmonë fut pyka, sa herë bëjnë e gjëtë bukur se kështu fut pyka morale, kështu bashkë me atë tjetër. Ta shpifin fare, ky Romiri ta shpif komplet. Po edhe mjeshtri, asë si herë s'm kam bështet mjeshtri, me nej... Se thot njeri, u ka bësha janë populist, moza, flasin, a gjuën që do... Aktorët e humorit këtu, më seriozë. Janë më të tmerrsh. Visi më ndryshe, jo, visi është më ndryshe, është quni mirë. Po kur fitu garën e dyshekve, e por qafova gjithë gëzim, rrinte, po të them shtyll. Atë ashtu janë. Shtyll. Që që thashun, që bona kështu, kjo si shtyll. E por qafova e lumë, këto riq fare, mirë. Po mirë se s'duan të krijojnë kish kuptime ke gratë ke këto. Ky Romiri është komplet u Masi ashtu kishte bë ato interpretimet më rëmë, sa dola i futa kraun. Si maj do t'i natë njeriu, kot, më duke një budalladiqe, nuk e di. O zemra, nuk është puni nati, puna është e bën veten ti e ullë në një nivel shumë të ullët me këta, kupton, ti mund t'i tallësh këta. E ku ta gjeu nivelin, ku ta gjeu? Jo, dëgjo. Po, s'është puna aty, puna është ti mund të tallësh me këta, se këta për t'u tallur janë gallat fare, me këta tallësh bën gallat nga mjesi deri në darkë, edhe unë ato bëj, ato do bëj. Me këta. Jo, po s'është ashtu, se edhe anë njerëzore kanë. Po anë njerëzore, ata që kanë... Një gjokat e Kongon, laj thaj këtu do flagës, laj thaj këto ke. Edhe anë njerëzore, pa tjetër, edhe anë njerëzore respektoj, edhe i ndihmoj kur ka në idhimje, kur ka në gjë, i fal për gabimet që bëjmë, për fjalët që thonë, pam kërku të falur, nuk ka problem. Por, unë nuk shkoj më të lëpia me këta lloj njerëzish. Ju tregoj vëndin. Këto më bërë rezil mu pëse rri me ty tash, njëta rrota. Po e di pra që të bërë rezil. Tani me qatë rri, unë vetëm të rri me dritat. Po rri me këtë dushë shpirtu, unë po të them, nuk janë në nivelin tëmë. Unë po të them si janë në nivelin tëmë, me të uli nivelin ty. Do ndaj mjetëm, se është pun niveli, ndarja jetës, do ndash jetë, që do bësh? Sepse të ullë ty edhe kritarin. Po të tuli ku, këtu së të le njëri me bujgjo, a ke internet, sytë e botës, mani qika të. Stekon time aty ko e kam. Veni këto, mos shifni se këtu jemi reality show. Për jashtë unë, prezin biletë më shofin. Po pra. Nejse, edhe po s'prejn bilet, se janë maru biletat, me prapë së shofin, se janë maru biletat. O, Zhaku, nuk e dia ka zjarë jashtë as ka. Ka tym, po del. Që kena boj zjarë, vetëm tym del, po zjarë nuk po shofin. Qa zjarë është kjo nuk e dim. Ku ka tym, ka zjarë, moza. Dhe dritat i kena nezë, sytë nga djegin, nuk di qatë. Zdi ku qof nga këto dritat. Fikin e më dritat. Po si s'na kam fut një frut, një gjë këtu? Jo. Vallaj, vetëm kur të më shofim të ongër në i tuf bari këtu. As i kokë fruti, as i gjos morëm, as i gjo nga shpia. Po s'na lam pra këto me marë. Kanë pa që na zbukuru trupat. A galesh, na si në i frut të lutem, se s'kemi fruta fare. Po, jemi pa hongër fare dhe dil bos filat mode. Me i fet me buk me gjalp. As frut, as lëngje, hiq fare. As këtu mos merë. Ore, doni me na bo grejvurije, që të bëjmë këture? Zjarri s'po merë, që do hamë sot, po? Kam i ves të me aty dhe i ves që ka falë liri.
E ka hiqi shkreti nga goja vetë ma dhonë mu. Wow. Janë kujdesur, tha, i keni gjitha ushqimet e gjërat. Edhe unë do smurem, zvim prime fare se jam shumë smur, kaq. Si një doktor do ta vërtetoj, thot kjo është e uritur. Ka bo grev, urije, me dashje të organizatorit, se qatë tjetër. Bjerët ham, a do performancë, me qatë flas, me ajër, nuk punoj vetëm me ajër, du i qik lëngë fruti tamam. Qisa ato fruta egzotike këtu bjeri, këtu ke fakirit i ham. Që i ka i lure e mbjellë me posa hongrat lure po platë. Pas ka fillu misat edhe këtu. E këti do thosha, Zhaku, që momenti psikologjike i njeriu ka shumë rëndësi. Po, e di, pa tjetër. Po dhe njerëzit që kanë hiperkontroll dhe që nuk razatojnë fare, janë më të tmerrshëm se njerëzit patologjik. Po, ashtu që bëhen. Shumë vonë e kam kuptu këtë, po ja që është. Ja, shif Ilirin, në atë gjendje është tani. Nga trysnia që ka, nga frika që ka për të qembet vetja. Jo, i thot pse erdha këtu për hiç mos gjë, thot. Jo. Si për hiç mos gjë mi? Pa shu e mendon ai që... Po jo, mi se mendon fare, di shumë mirë ai përgjegjësinë e vet për këtë gjë. Ai e bëri kasile bile që të vime ne këtu. Problemi aty është tani që ka mamadhina andej po të them. Kush është mamadhia mi? Po kush është mamadhia, si thua ti? Po zoti se kam iden fare. Po kush është mamadhia? Nuk e di. Thuaj, si mendon? Fermer është ky? Po. Nuk e kam iden fare, që ka kompliku situatën, më që kam në ato krejt. Di që ishë, unë asë njërës kam di gjë fare. Jam krejt nga latën tima. Vazhdo ti mos ati filmin tatë, unë filmin tuaj. Man më japi qikë sytë, kush është mamadhia? Kush ishte vesh me perde dje? Me perde karnavalesh? Wow, bo ka që kujtës tashi si kam i den fare. Ku se mos shofën veshet aty. Kush deshta theu gishtin me ngurtësinë e cicave? Qa thume, po që një lidhje ka me këtë këtë? Mirë. Jo, unë që i kam jash ferme fare. Bile nuk pa të mbjas programin me pa ferme që i kam këtë jashtë, di që ishë. Kështu, që ka duhet zjutë të Zhaku, u të ashit pa mirë, po kjo më duket krejt lidhje pa lidhje. Mirë. Mimoza, rregullo mikrofonin. Mimoza ma drejsh mikrofoni, pjesët më të bukra, ja hoqja nga veshës. Jo, s'ka gjë, se ato më të bukra ti ke thonë ti. Unë vetëm që kam qenë në autobus, kam thonë. Që kam në autobus krejtë, unë. Këtu s'ka as autobus. Ku jam këtu? Jash fakirit krejtë që kam, edhe ke fakirit di kam më shumë se unë. Ua, moj mami. Që kam ke ura. Kja jo ura për i druni. S'pas kam hymë ferma akoma. Ua, që më do gjumë veshët. Mos i bashkon në aji elementi këto të dy? Cili element? I ndërhyrjes shpejt? Se s'mund ta them ashtu si që duhet? S'ta që do flasë me kodë, se ta akuzojnë. Elementi ndërhyrjes shpejt. A i bashkon.
Ua, moj mami qa më the. Po mu së më dash ka si njeri këtu. Të du unë me. Jam të e besu për zotin, jam të e besu. Qyqa. Më rof trajsa e amas. Pritashi. Po. Kështu që, ka këtë. Ka pastaj gjithë zarat dhe ushtarët që duhet i ushqej me urrejtje artificiale që ata të na bie ne dhe i liri të ngrihet mbi sipërfaqen e detit, e kupton? Pra duhet të luaj edhe filmin sikur është armiku ynë, sidomos i imi, se mua më ka shpall armike tani. Po tani është problemi që këta dy tjerët që folëm, ne këta dy burrat e humorit, mezi po presin zhdukjen e këtij se e kanë të vetmin konkurrent real. Tash ti. Ata nga një anë, visi po ka fillu tashti që të shfaqet edhe më shumë antagonist ndaj Ilirit, kurse e nominojmi. Kryetari i komunales, unë si kam thënë Lirit, pa e nominoj. Po. Kryetari i komunales, I Foragjerës, po. I Foragjerës, ai është shumë, vepron shumë në hije, shumë tinzar, dhe i pabes, dhe shumë falso. Pra ai, domethënë çdo gjë që ai e thot në së jashtmi, ti duhet besosh gjithmonë të kundërtën e asaj që thot, okay? Ta kesh parasysh. Më kupton? E dija për këtë, e dija. Jo, po thjesht po ti bëj analizat me që si e marr me fermën fare ke qenë në autobus. Po jam në autobus se duhet bëj spektakle, nuk kam. Po, jo shumë mirë, vazhdo ti. I ke patur kur bën spektakle që është një autobus gjithmonë që shoqëron ato gjitha. Çfarë bëj pa autobusin, unë ku shkoj? S'ka spektakle. Vazhdo ti zemër se ta shpjegoj, ta bëj unë rezumen. Sa se thet mro zoti. Ta bëj unë atë rezumen. Aman mos ma bë se u bëra me zemrën filloi. Ka takokardia, se ka nga ana tjetër, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që Iliri në të vërtet, kur bën muhabet me mua dhe me ty, dhe kur është me ne të dyja, ai ndihet më së miri sepse vetëm ne të dyja kemi nivel këtu në mes këtyre njerëzve. Dhe vetëm me ne bëhet muhabet tamam, gallat tamam. Po. E kupton? Dhe ai në fakt po lufton tani me kaq shumë me veten e vet, sepse po lufton me dëshirën e tij të vërtet për të kalu kohë me ne për të qenë vetvetja për të bërë gallat, dhe ka frikë se duke bërë këtë gjë, do i bin ushtarët e vet, do thyet zemra mamadhis, e cila është gjithkohë në monitorim të vazhdueshëm të situatës. Dhe ka frikë se do mbasi ushtarët, pa ushtar Iliri është zero. Si Ilirin ushtarët e mbajnë, se s'ka ne vlerë të veçantë. Ti thu kështu, po kur u bë një votim, për Lirin s'kishte votu asnjë nga këta. Po s'ka na një gjë, çfarë prodhon, vetëm dallavere llogari bën. Nëse Liri nuk ka vetëm atë vlerë. Po nuk ka vetëm atë, po ai këtë e lufton më së shumti atë vlerën njerëzore. Këtë paraqet llogaritaren. Po, kurse është vërtet, nuk është vërtet, se është i sakrifikueshëm. Po pra, është njerëz. E peke video sa shumë që më kishte dash. Po është mirë, edhe me mua ka pas momente shumë të mira ai, të vërteta njerëzore. Është polar, ka atë elementin psiqik. Jo, ai është manipulator sepse do që ushtarët punojnë për ato. Tash një gjë është e vërtet që atë me vaj e Leo Kastile ai. Kastile ta bëri. Kastile di shumë mirë ai se çfarë do ndodhi, se është inteligjent. Ai vetëm problemin tani e ka që po lufton me veten, se do me net me bë gallat me ne, me shiu këtë. Dhe nga ana tjetër ka... Po më lufton të objektin erotik, se e di që unë e kam pik dobët që të kemi objekt erotik, ju them spektatorëve unë do të ndajmë dysh, do jem dy persona tash, njëri që do bëj objektin erotik, edhe tjetri që jam unë që do e marr erosin e tij që të bëj spektaklin. Se pa eros nuk ka jetë. Ndau dysh atë që bëre ti me Mozakun dhe me Mozën e qapë. Do filloj. Filloj tash. Veti dytë. Jo tash jo se kena atë. Jam veti dytë, jam veti dytë. Ja shumë të tutje, Mozën e keni qift. E kena qift. Edhe, po s'kemi qapë. E qift të zuam. Kështu që... Hajtë trashigohesh, Mozën. Jam me ato mitokondrit që kena mësuar biologji që ndahen dysh edhe martohet me veten se s'ka shans tjetër. Të trashigohesh, zemër. Siç ishte njëna në Amerikë, një këngëtare e madhe më ka thonë motra, i bleu nas vetes edhe u martu me veten. Se mos vetëm njëna ka plas moda dashu. Që martohesh me veten, shpall celebrim me veten. Që pas martën Gjergjini ose jam gjë. U thash se i rast. Që mos i një gjoni këto se
Ju shqiptarë dhe kopjoni shumë. Amon se u zhduk Shqipëria, po u martu me veten, ju lutem, bini qik patriotizmit, hajde tash, martoni, shtonë. Mimoza, rregullo mikrofonin. A drejsh mikrofoni, Mimoza, a humbe perlat a galeshës prap. E meriton se më ka fut ke fakiri, do mikrofon dhe ke fakiri, fut këtu. Fut këtu, qolo open prime, s'kam që të boj. Mere vanilën edhe fut aty dhe bëj vërtet, mund të bëj në i spektakl me atë, se ajo mund gjune i shqelm në i bisht fytyrës lirit, fap. E laptis me i bisht, tak. Dhe, tash ti e pash që i lirë shumë i nervozuar dhe shumë i kontraktuar dhe shumë në probleme veten, në luftë me vetveten. Dhe nuk di çfarë të bëj. Se ai pa ushtar është i mbaruar. Tashi është në brik dhe për i gjoj, i ka ra hisja djelit se nga ne dhe s'bon do të muhabet as me ne. Në ka ra, ne matan, a i matan në tjetër, na bje me fol me ndërmjetësin e honës. E meriton vuajtjen të E meriton vuajtjen? Meriton. Ti ndau në dy shtiva vazhdo dashurin e erosin me vetë. Vazhdo me mozakun. Për këto ditët që je këtu ke fakiri. Qyqa, priti herë, se kemi historina, tregojmë i herë gjonat që kemi. Se kemi unë po knaqem shumë me ty këtu. Sikur kena ik me pushime. Sikur kena bë një udhtim. Si dikur. Dikur, kur unë isha ende vogël. Imagjinoj, i erdhi Vaçës në shtëpi një partizan. Normal, partizan ishte një fenomen i ri. Të sillte lirin, atë që kërkojnë gjithë gratë, lirin, që mos ani s'ke ku e ço. Edhe më falni, se edhe ke ku e qo, varet. Edhe pastaj, ky partizani që erdhi, e tronditi, se ishte figura e ndryshimit ai. Dhe pastaj, ajo këndon dhe unë se pash më asë njëherë atë njeri atylle. Ma me këtë këngën? E ka shkujt? Di komplet. Kush e ka shkujt këtë? Ku digjon, kush i ka shkujt. Po kënga ka qenë shumë e bukur. Jo, se me këtë këngën. Dikur, kur unë isha ende vogël, tek ne erdhi një natë një partizan. Se me të këngën. Në brëm, nagim, si ishte, nagim, a i kishte ikur bashk me shokët, dhe unë se bashk me atë njeri, atyll, la, këngë perlë. Shumë e bukur që e ka, se kam dëgjuar unë këtë këngë, se një fare. Me bukur, po nuk e japin se ka fjallën partizan, tash i s'du më ngatru me balisët. Tash i mund të bësh, dikur, kur unë isha ende vogël, teke ne erdi një natë një balis. Në mëgjes, a i kishte ikur bashk me shokët. Mund të bësh dhe kolaboracionist, mund të bësh erdi një Gjerman. Anarkist. Erdi dhe një Gjerman, moj, të vi Gjermani. Ka thonë mami, erdi një Gjerman, tha, yll. Unë tha ngriva, tha, se për Gjermanin, tha, vetëm gjërat mërshme na kishin thënë. Tash i thash, hoqi pistoletën do mbrasi. A i tha, më flisë se gjermanisht, tha, me duar, tha, unë tha, kujtoja se qa kërkonte, se mami kishte edhe 2 vëllezër partizan. I pas kanë zbuluar, i shkreti donte një tigan. Mori tiganin, tha, dhe iku aq i lumtur, unë s'kuptova më as i gjë, tha, nga realiteti i luftës. Iku, një Gjerman iku me tigan. Mbrëm në shpin ton, hyri një Gjerman. Dhe doli me tigan. E njerëzit vritën, më beson, njerëzit vritën. Të merë, a i donte një tigan. Po babi që më thoshte, e diti more, se kështu fliste babi, e diti more, që në luftën austro-hungareze, është shit një revole për 2 vespule. Po me? Ushtarit. Jo, i thosha babi, si ta di. Për zotin, kur erdhe Austria, ku dion e shu, një revole 2 vespule. Po si ka qlirë, babi? Po s'kishin morë qa me hangër. Recesioni ka qenë shumë të mërshëm. Bonin zjarë njerëzit me lek. E diti që bonin zjarë me lek. Më thoshte që i kemi djek gjithë thasët që kur senim, se ndronë të parja. Ishte leku, s'kishte, mund të paguje miliona për i copë bukë. Po jo, po e di pse, se ndronë të leku. E ndrojshin ato, ndrojshin qeverin, ndrojshin kastin e lekun. Ishte hiperinflacioni, ai është i famshëm. Ja si që bëjnë tash i digital, kush ka lek në përshpia vdes. Jo, mos e boni digital, tash i me rroga, ty o kuptoni,